Live from Tirana. Live from Tirana. Sot kemi ftuar Erdon Makashi. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. S'mund të them as mirëmëngjes, sepse është mirë dreka. mirë dreka po. Por në fakt është mirëmëngjes, ti edhe aty që si është herë. Për mua mirëmëngjes është po. Erdon, falenderojmë që pranove të ndash, po themi prapa skenat e këngëve të tua dhe në fakt dëgjojmë në sfond një ndër më të hershmet. Ndër të parat fare, 89-s kam përshtypjen. Çfarë emocione është të sjell kjo këngë? Atëherë duke filluar nga emocionet e mia të para, po them dhe hapat e para të Top Albania Radios, kanë qenë këngët e para, domethënë që në arshivën kur u krijua dhe radio e juaj, kanë qenë pikërisht ato këngë që dëgjoheshin atko, kupton? Vitet më të bukura. Vitet më të bukura. Kurse si kompozim kjo është bërë në 89-ën ose diçka më herët në lice. Si ka qenë, le të themi, përplasja në thonjza e parë me publikun me këtë këngë, duke qenë se është një nga daljet e para skenike. Atëherë, ne kemi qenë rreth 17-18 vjeç. Atko Shikonet ndo pak Beatles kështu ilegalisht. Po ne atko këndonim më shumë Beatles-at, kemi qenë me Bledar Sekun dhe një mikun tonë që i bren. Dhe në klasat e shkollës, tamam. Atko ne ishim ato Beatles-at e asaj periudhe. Po të fshehur, kuptohet, se ti ikte koka. Patjetër. Si ka qenë Dhe dalja e parë që doli, kur doli me këtë këngë ne sa mbarum liceun, pati një impakt shumë të madh në atë dalje. Sa dhe vetë ne nuk e prisnim. Dhe Beatles kur ka qenë ditë shtune spektakli dhe ishte ftuar në këtë program. Bëj nga vera ka box, ka mos e bëj? Dolëm të nesërmë ne. Edhe kur shohim ne gjithë duke bërë me gishtë çiktash. Dhe ne filluam rockstarët e parë. Po deri atko ishim në lice të njëjor, pastaj fillon që u bëm dhe filloi sigur na hypi çik vetja në qef, kuptoni? Si masi le të themi audiencën në atë periudhë. E kuptoni thjesht me duar trokitje, ju ndaloni në rrugë. Po, në rrugë, atë s'ka pas as fotografi. Domethënë më vonë filluan autografe, njihshin, thjesht shifshin boshim me gishtë çikta që kënduan dje ke programi oficial. Edhe nga kjo kryeneci të dyve se me Vëdarin ishim shumë shok, filloi tani të dilin gjelat e grupit, kush do dilte i pari. Do të kishte një konkurrencë mes jush. Po pra mas një zgjati 3 muaj kjo punë, kuptoni? Po pastaj ndat. Pastaj u ndan fare. Ishte të dy lidera, nuk kishte. Kënga e radhës është Jemi zemra e çdo kjo ka moshe qenë në 89 festivalit të VSH-s. Piero Çako me të parë këtë këngën të cilën vitet e shkollës që dolëm. Nuk e di si u lidhëm se telefonit s'ka pas atëherë. Nuk e di, ka Gim Doçe na takoja, se mbaj mend kryesisht se si ishte takimi jon, po gjithsesi përfunduan në shtëpinë e Piero Çakos dhe tha, unë për këtë çuan kam bërë një këngë. A ju kishte parë, ju kishte dëgjuar ju? Po, pikërisht ju kishte rënë në sy, domethënë nga kjo. Ishte momenti që ne ishim në dëgjon atko, nuk lejohet të këndojmë me kitare, se tani janë shumë gjëra ju jeni të ri dhe janë shumë gjëra të çuditshme. Të këndojmë me kitare ishte shfaqje huaj, Pikërisht në atë vit, në 89-ën, ju duket sikur keni sjell një frymë shumë të re. Lejoheshin këto gjëra? Nuk lejoheshin. Pikërisht ajo ishte si duhet filluan ato ndryshimet ato që njerëzit ti lejonin çik ato lirit ishte si duke ardhur era, kupton? Po pavarësisht ishte me thik me dy presa. Dhe ju kishte frikë, e kuptoni? Ne nuk kuptoni, po prindit tanë kuptonin. Ne ku merrshin veshën, dishim aty. Ishte kohë e pasionit. Ne 17 vjeç, po prindit tanë ishin ata që mundet hanin diçka një goditje. Po ne hëngrim një goditje sepse nuk na lini me këndumë në për ambiente, për shembull, bëj një aktivitet Gliceni, kam i teatri nuk na lan. Kanë qenë do të gatë dhe maj nuk na lan. Patim një këngë tjetër në televizion prap nuk na lan. Dhe ishte kjo pikërisht kjo këngë që kur dolëm me Piero Çakun dhe me Morena Rekën, prap u prit me një ide që këta çunë nuk do të ndojnë. Dhe Agim Doçi, fitimi baba domethënë, kishin ca njofje pak a shumë aty ke instantet e larta dhe me miqësi me kështu u gjendëm në skenë. Dhe ta mendosh është një këngë që po ta dëgjosh tani thua, okay,
Është tipike këngë kohës së atëhershme, por Po, mendoj po që të për ishte kohën në ka atë qenë kohë? tepër avantgarde. Po, edhe Piero ka qenë 24 vjeç atëherë. Ka qenë dhe i ri. Sa të rinj, shumë të rinj. Tani kjo fama, në ato kohë, çfarë u solli në jetën personale patët më shumë po themi përvoja, ju pëlqenin më shumë ndoshta gocat. Ka qenë periudhë personale, periudhat të cilat ne kemi shkelur, kanë qenë sa të bukura, po edhe sa pastaj fillon ndjem peshën e harresës së jetës tënde. Në atë kohë ne ishim, domethënë, na pëlqenin dhe kur na përgojonin. Na pëlqenin dhe kur na pëlqenin femrat, domethënë, na pëlqenin dhe kur bënim gabimet pafund me to. Pastaj filloi çdo gjë ka pasur se kemi qenë të fejgjël. Dhe filluan të stopohen gjërat nga vash, fillon të marrësh eksperjenca në jetë. Dhe në një farë mënyrë jeta e natës në cilën ne bënim atëherë filloi të mos bëhem, sepse fillum pastaj këto celularnat, fillum flasim në fillim vitet 90. Dhe duke qenë se jemi në fillim vitet 90, një ndër këngët që pa celular që ka qenë atëherë kanë qenë thashë theme të mërshme. Patjetër. Me Se keni tani. qenë aq keni qenë, le të themi një pus kur i thon. Po për shkak çfarë thashë themesh, mund të dëgjojmë atëherë. Ose jo, e diskutojmë pas pak sepse kënga që po dëgjojmë tani është shumë domethënë se duam ta dëgjojmë të plot apo jo Johnny. Kjo është dikur luaja me njërin e saj. Po, kjo është Fest 33, shitet 94. 94. Çfarë thua për këtë këngë? Po ta dëgjojmë do flasim. Unë them edhe dëgjojmë dhe flasim pak nga pak. Kjo është Kjo hyrja njerëz, është epike. Atëherë. Po nëse do referoheshim dhe këngëve para kësaj, kanë qenë në stacion të zbresësh dhe dhimbje e lëpas. Më pas ka qenë më mohove dhe kanë qenë këngë të cilat unë gjithmonë dhe kam pasur në vazhdimsi. Unë gjithmonë këngët e mia filloja të futesh në një botë. Të krijonin idenë pa u futur në këngë të diri se çfarë po ndodhe, ku po ndodhe kjo ngjarje. Tu isha në një si pyll. Në mbizotron të një qetësime. Vërtet është nga ato këngët që të sjell imazhe. Pa dyshim një nga këngët më shenjuese. Dhe tekstet që i kam shkruar, zakonisht i shkruaj vetë tekstet. Kam dëshirë ta sjell pa videoklip që kur mbyllësh sy ta shijosh këngën sikur je ta shohësh vetë videoklipin. Ta jesh brenda saj. Ndoshta videoklipi mund ta prishet këngën, kurse kur e dëgjon e shijon më tepër si një libër. Si e ke krijuar këtë këngë mbajmë? Kjo faktikisht është krijuar më herët se në 94. Po duke zakonisht shumë këngë jam krijuar edhe ku kam qenë në lice. Kam qenë frymëzimi, ka qenë. Pra kjo është nga liceu mendon? Kam filluar strofat e para në lice kanë krijuar. Pastaj në institut kam bërë refrenin, thonë. Të ka zgjatur le të themi goxha gjatë si periudhë. Këngët e mia janë diçka që nuk fillojnë sot dhe mbajnë nesër. Unë i lej diçka si punë e verës. Të piqen mirë dhe kur i bëj mendoj mirë që nesër pastaj mos të kthehem dhe them që se bëra këtë pjesë. Dhe jam pak me hapa të ngandalta në krimtarinë time, po të sigurta. 97-a, viti vështirë, kënga që më ndodh pa ty, që për mua është kënga më e preferuar që kam nga ty. Pëlqen shumë kjo kënga. Ç'na thua? Është edhe titulli i një albumi që tash. Po. Po di çka kishte kjo këngë, u fut festivali, hyrë vetëm i natë. Pse? Po e hoqën. Pse e hoqën? Çfarë ndodhte se kështu kur i kujtojmë duke kthyer kokën pas, është mund ta pranojmë që okay, ka ndodhur diçka. Edhe unë u habita se si ndodhi për tu hequr kjo këngë. Tani me që u hoq, thash, do ta kuroj unë këtë këngë. I bëra një videoklip në Amerikë, i vura titullin e albumit dhe kjo u pëlqye. Dgjoj, disa këngë të materialet mia në festivale, gjithmonë festivalet kërkojnë këngë më ritmike, ato e marrin rrëmë publikun, se janë 13 ose 20 këngë. Dhe gjithmonë preferohet një këngë që bën zhurmë. Kurse këto baladat e mia, si thua, nuk godasin në atë moment, po janë të qëndrueshme në kohë. E vërtet, ja, edhe tani që e dëgjojmë, është një emocion i vërtet. Krijesa ime s'beso. Në 97-ën do flasësh me krijesa dhe për krijesa, imagjino. Po mirë, se besoj që artistët e kanë pasur gjithmonë atë urën ditëse me artin e huaj ose perëndimor. Të pyes Redon, ka pasur ndonjë incident gjatë klipit kur e ke xhiruar? Se ka qenë në Amerikë? Jo në klip, po ka pasur incident në festival.
sepse aty kam dalë me një stol të gjatë që do të dilsha. Se ke rënë? Jo, s'kam rënë, po prisa për të dalë. Ngjarja fillon më gjatë. Kemi kohë ta shpreh se kjo është se gallat. Prindërit e mi atë kohë kanë qenë në Amerikë, kanë jetuar atë kohë. Edhe jetoja vetëm në shtëpi. Dhe çohesha vonë, zgjohesha herët, nuk dishe oraret e mia të gjumit ishin shumë të çuditshme. Isha në provë para ditës dhe dia renditja në cilë ishte kënga. Ishte duke 10 duket. Dhe mas dita bile një shi i madh atë ditë. Këngra drekën e tjera, ushtria për fjet gjumë, gjithmonë flije me televizor nes. Edhe më del gjumi, kur çudim zuri gjumi, më shumë se ç'duhet. Televizori ishte hapur. Shoh që ishte kënga 5 e festivalit. U isha në krevat. Një tu me vrap, kër edhe robot si që bëhet gati. Më vesha papa në jaket, flokët ashtu rëmujtë që kisha, dole jashtë me vrap. Shkoj ke garazhi, kisha qeca e makinës, kisha këtë pallonet e tjera. Kthehem prap shtëpi. Marr qeca, do t'y vazhdonin këngët, të di. Hapa dole edhe jashtë, kisha çadër, shi, po. Hapa garazhi si kisha sabër, kisha në 100 metra, 200 metra më larg shtëpisë. Hapa derën lash derën hap, një dy makese si ato filmat, një del çak kisha para semafort kujt vetë. Shkova mbrapa pallat kongreseve, dola nga makina derë hapur, makinës mora kitarën me vrap. Tani mi shkoj aty, ata prisin nga dera ku vajti. Që ishte duke u prezantuar kënga në kohë. Dëgjoja zërin që me zantime dhe unë tani po dilça. Tani kishte karrige. Kishte për të marrë stativ mikrofonin dhe tani unë do disha me stativ, me kitare, me garrumull gjona, e thash Manxiri çik të karrigen. Ishte i punëtor kjo. Thaj, një të bosh era aty. Edhe para ata prisën ty. Në të fund kënga thjesht nuk kualifikohet. Si përfundim dolën karriget, dolën stativet, mikrofonin, sikur si nxorë tjetër, dhe unë që dalë s'kisha lidhje fare me këngën. Ashtu i lagur. Po njerëzit e kuptuan që kishte diçka që nuk shkonte. Shkonte para ç'është. Do kjo është arsye pse nuk e lë këngën. Ndoshta kjo ka mbajtur në ta se mbashë dhe i natë atë. Që pse na respektoi. Do të gjithë kjo sakrificë për thjesht një natë performancë. U them një vit në kohë, sepse kjo këngë, kjo duket në fakt tingëllon sikur është bërë shumë më vonë. Le ta dëgjojmë të plotë, është përse më bëre të udhë. Kjo ka fituar shtëpinë parë në festival, në koncert pranvera. Kjo është le të themi një ndër hitet tua më të mëdha të karrierës. Pastaj u bë video mas 7 viteve së. Po, pikërisht për këtë dhe ndoshta tingëllon më e re, kështu që them me Diegën të shijojmë së bashku. Them do t'i them asaj të dua ty moj vajz. Hajde mirë. Mirë zot, ja. Kjo është është këngë që është publikuar në vitin 2000, megjithatë kam përshtypjen që ti këtë e ke shkruar shumë më herë. Kjo është bërë këngë e Liçenit, më saktë. Dhe kjo di çfarë ndodh me këto këngët janë të thjeshta, këto përthiten më shpejt nga publiku. Ne kemi duke bërë një shkollë muzike, se ne jemi të prirur me bën çik me harmoni, të ngarkojmë. Po çudi këto këngët e thjeshta me 2 akorde, këto janë ato që prekin. Që prek direkt. Po shumë e thjeshtë të fiksohet më një herë në mendje. Megjithatë do të ndalesh ajo çik tek fakti që kjo është një ndër këngët që dëgohet gjithmonë kur ti bashkohesh me mosketierët, me Aleksandër Gjokën edhe me Elton Dedën. Dhe le të flasim pak edhe për këtë risjellje. Sepse kjo kërkon në refren 3 zëra. Dhe me 20 del shuthat, kur bashkohen 2 tjera, pastaj merr formë siç e duan tani të dy. Do basu duhet Aleksandër Gjoka. Ne jemi 3 mosketierët. Unë jam Sandri, Elios jam Tomi dhe Redoni. Keni kaq vite në këtë marrëdhënie, le ta themi kështu, kolegësh, miqësie. Keni pasur ndonjëherë momente në thonjza krize që keni thënë do ta stopojmë këtë gjë? Në momentin e sotme jo, po përpara dhe ndoshta, sepse tani edhe mosha bën vetën, pjekuria bën vetën, nuk kam ato potolligje që bëheshim ne kur ishim me qepë. Unë mendoj që jeni 3 hallka që plotësojnë mirë njëri tjetrin. Nuk ka të parë ne. I parë ti dy nuk ka. Jemi të gjithë për njësoj.
Ju merr malli për koncertet, se kohët e fundit ishit angazhuar shumë, keni dhe koncertet e amfiteatrit, në sheshet kryesore të vendit. Po e bëm një amfiteatrin. Po, kemi qenë. Po tani është Nuk kam, gjithsesi do vi momenti i dur, po ndoshta kjo periudhë e qetësisë na bën mirë se ne po bëjmë një album të ri. të tre së bashku, tre mos e Me këngë të reja, po të tjetra të reja. Jo, të gjitha të reja. Wow, kjo është shumë interesante. Çfarë frymë do të sillni gjithmonë? Po, nëse do ndalohet pak hedhja e alkoolit në gryqet e çunave, do ecim më shpejt puna. Sepse shkum në Voskopoj për të punuar, bënim një orë punë, 7 orë pije. Shkohet në Voskopoj për të bërë prova. Jo, për të kriju, për të qepur këngët, domethënë për të saktuar disa gjëra, puna vazhdon, që ne po them me shaka. Dhe u hodhën ato si thua shumorën bazat kryesore, tani fillojnë tekstet të mbështetur me orkestër, edhe incizimet do të shkojmë, kemi bërë një kontratë ose bisedë kur bëm një koncert në Athinë dhe Selanik që e patën 10 apo si 10 no? Kur dush ti? Po se u bë pandemia na la kështu si Pra do të kemi në një farë mënyrë bashkëpunime ndërkombëtare. Jo, në një studio të madh në Greqi ku do performojnë edhe orkestra simfonike, duhet bashkë me orkestra simfonike. Dhe siç u bë ky koncert i Pallati Ngresë. Shumë qartë. Po vetë se orkestra do incizohet u harqe se janë 50 veta, s'mund t'i çojmë atë. E do merren bazat e orkestrës harqeve. Pra mix masteri si më thon do bëhet jashtë. Në kohën që veklat e gjalla, kitare, basi, këto bateri do incizohen në Greqi. Pastaj i bashkangjiten harqet që do kemi marrë këtu dhe pastaj del albumi. Të urojmë sukses. Është një projekt i madh, Shumë i madh. Edhe mendoj që të bëhet një koncert tjetër me këngë të reja, 12 këngë. Domethënë 4 kompozime të secilit nga ne. Nga 4 për secilin. E keni ndarë. Ndam punën shumë Kjo tregon se barabartë. gjërat po shkojnë shumë mirë, askush nuk është ringo nga ju. Një kompozitor tjetër apo kantator themi shumë i ngushtë me ty është dhe Piro Çako. Piro Çaka që në hapat e mia të para, domethënë. 2002 të sjell me Falja njëri dashurinë. Kënga është tani duke dëgjuar në gjallë pak idilike, teksti se është një vajzë me 2 djem, po. Po kujt e prishe kujt e dresh. Shkon me 2. Rrini ju. Është një këngë që besoj është një fabulë e krijuar, nuk? Ja, teksti është bërë nga Tima Foga. Tima Foga apo teksti. Tima Foga. Shkef shehur në mëngë. Ja, Tima shkruan shumë, kam disa materiale me Tima që unë bashkëpunoj me të, është një bashkëpunim, më duket se ku flas me një moshatarin tim, pavarësisht se ishte mosha babit tim. Dhe kanë qenë aktor, kanë qenë bashkë në një gjenerat. Dhe kur bisedojmë edhe për tekstet edhe mendimet që jap ai i merr shumë të mirë qëna. Ndryshe nga autorët e teksteve që janë imponues. O kshu s'ka. Kurse me ato bashkëpunon shumë qejf. Por edhe me Piro Çakon. Si ka qenë ky bashkëpunim? Ky më kujtohet kjo domethënë po themi një gjë tjetër se përmenda çfarë që zakonisht merr edhe me koralet me gjërat. Edhe bëri një album Piro në Paris. Herët ose vonë. Edhe më tha që mund të ndihmonte me këto zëra me koralet me gjërat. Edhe shkova qëndrova një javë aty. Edhe dolëm në ditë në Paris, ne, pam ato era parë që më rastisin. Dita e dytë pak ftohtë dhe duke qenë të dytë dhëm mas filmave shqiptar. 6-5 ditë të tjera në shtëpi duke pa film shqiptar, si shqiptar. Në Paris, po thotë, duke pa film shqiptar. Ndërkohë në Paris për korale, por ndërkohë puna bëj. Biles aty ishin edhe ca. Aty ishte gjëra çuditshme si të plakat pasanike që gjuanin çuan 3, do ma ato me sy, ato me qenë duke edhe shumë. Do pasi e patur takime interesante. Dhe Piro që morë po gjeni sponsor këtu nga ato plakat. Ato me qenë mama. 2002 të sjell po prap në festivalin të VSH-s me këngën Vjeshta, mos gaboj. Vjeshta është një këngë që e preferoj dhe unë që është si një pikturë dhe teksti i kësaj. Është një këngë e bukur, dhe më pëlqen. Pavarësisht se është kompozimi, është një material i rrjedhur. Ndërkohë ti këtë këngë po prapë e ke promovuar në Top Fest 1. Po kam dalë. Si ka qenë? Faktikisht kjo ka fituar 2 çmime festival.
çmimin e dytë dhe çmimin e publikut. Po çfarë kontratash keni në këtë rast se? Kur? E ke publikuar në festival edhe Po, më pas festival. në Dhe Top më Fest? pas në Top Po në Fest, top pas 2 5, në vitesh. top unë kam qenë kështu i ftuar. Ftuar aty. Ftuar, po. Okej. Ftuar, jo konkurrent. Okej, qartë. Ndërkohë do doja të ndalesha tek një projekt shumë i veçantë që ke sjellë ti me Drita Makashi. Me drejtë. Ajo është mamaja jote, soprano lirike, është e njohur si artiste e kantos, siç e mund ta quajmë ndryshe, kantos lirike. Sa ka ndikuar ajo fakti që ti je rritur në një shtëpi që është kënduar gjatë gjithë kohës, ke marrë teknika, po nga ana tjetër të tërhiqte e re aty. Dëgjoj, Drita kur ka qenë e re, domethënë, atë kohë në ansambël, në çdo koncert që bëshin na merrte me veta, kupton? Siç ndodh edhe artistët e teatrit, kur i meshën dhe fëmijët me veta, gjithmonë i meshën kalamajt me veta kur shkoshin. Edhe kishin ato buzën që bëshin aktivitete nëpër qytete të ndryshme. Edhe un kam shëtit goxha, domethënë kam qëndruar në të dy anët në ambient artistësh, si thua. Po më tepër më ngjiste kënga se sa teatri ose pavarësisht se ke provuar asnjëherë kanto lirike. Ja, lirike jo. Unë kam qenë për piano atë në shkollë ditë veçare. Domethënë instrumentat më kanë ndihmuar që edhe të këndoj. Për të kompozuar e para punës. Dhe ky projekt në vitin 2007, Serenat për Nusën, si erdhi? Erdhi krejt rastësisht ato spektakle që bëheshin këngë të shekullit, dhe rastësisht pandi odhi idenë pse nuk bën një këngë me që këndon Drita. Dhe vendosëm për këtë material, për këtë këngë. Punu me Genti Muftaraj në orkestrime dhe dolëm, ora kjo u bën një këngë kështu, po bëjmë një këngë ta kemi kujtim dhe pati një impakt shumë pozitiv. Çfarë emocioni është të këndosh me mamën tënde? Ndoshta emocioni ndje më shumë Drita, do thonë, sepse ajo ishte edhe shkëputur nga ansambli, si thua, që kishte mbaruar ciklin, si thua. Edhe u ndje shumë sikur i dha një 10 vjeçar jetë më shumë. Ashtu. Unë do bëj një retrospektiv pak nga 2007 në 2003-2004, sepse tash para që unë jam koleksionist i muzikës shqiptare, dhe unë kam marrë me detyrat e shtëpisë. Kam marrë albumi ç'më ndodh pa ty në 2003-2004. Se ka asnjë. Ne deshëm do të pyesim për coverin dhe për këto fotot që janë këtu, se ka 10 foto. Se po ta marrësh, domethënë në 2003-shin nga dizajni është ose kisha vënë re sigurisht. Dgjoj, këto fotot që kjo është një poster. Kjo është foto të festivalit kjo është kënga vjeshta. Po, është nga festivali. Që e kishim pak më parë tek kamera. Kjo është e festivalit të vjeshtë. E ke edhe parë dhe mbrapsht, si do duash. Po që se kam unë këtë burr. Eliosi e sheti. Ta duroj. Shive, këto fotot që ka këtu tani, i bëjnë një studio këtej nga Durrësit. Edhe kur shoh albumin që doli, thashun, pse këto foto kështu, si kukull kineze koka. Se unë kisha qik mjekre, gja rrudha, ca gjëra, i boni kështu ftyrën, thashun, pse nuk i kështu. Blur. S'ka si gjë si pasqyr ftyra. Te kishin pastruar. Po, pastruar çdo gjë, po le një rrudhë thashun se ka lazetën e vet ajo. Ky album sjell edhe albume të tjera, por që do komentoj pak më vonë për to. Si ka qenë, çfarë mendimi ke për albumin? Pra është një pasaportë e rëndësishme e këngëtarit? Ja, imagjino ne kemi akoma etje për të bërë albume, ku ndërkohë shumë artistë bëjnë një cover dhe dalin dhe ja vjenin lekët asaj këngës. Kurse të bësh shumë këngë, nuk i vjen aq shumë lekë sa puna që bëjmë ne, kupton? Dhe ndoshta janë tani këto koncertet që do na japin dorë për të bërë aktivitete. Dëgjoj, ne përgjithsisht në brezi jonë si thosh, jemi më shumë këngëtar të koncerteve, të videove, dhe krijimtaria jonë është jo për të fituar shumë para, kupton? Po është për të sjell gëzim tek publiku që ju të lemi një gjurmë pozitive. Ndoshta këto do kenë vlerë kur ndoshta mos jemi më fare. Po nuk kemi asnjëherë njerëz të para, se do ishim. Jo, unë jam mendoj që kanë vlerë dhe tani, sepse fakti që ne kemi artistë ju që sigurisht ka njerëz që bëjnë koncerte dhe janë live. Di çfarë po ndodh këto kohë të fundit, këto vite të fundit, shoh që rinia dhe njerëzit e dashurojnë muzikën e mirë. Janë lodhur me atë me ato operacione plastike, me ku diun se çfarë. Nuk je pro operacione. Jo, po flas përgjithsisht në muzikën e vajzushave. Po du të them që njerëzit kanë filluar që të dashurojnë muzikën e mirëfillt, duke ditur që kanë filluar dhe
rinia dhe disa të rinj që të futen në këtë këngëtar që janë shumë të mirë dhe kanë filluar që të ingarnojnë me muzikën e Mirfield, bëjnë kompozime të mira. Ka historinë që të pëlqen? Unë gjithmonë preferoj këto të grupit, më pëlqen Renisi, Genti. Çunat e rockut. Gjithmonë unë preferoj këto. Pavarësisht dhe në 2011 ti rikthehesh po prap me grup, me këngë. Po. Më lër të flet. Që mendoj është kënga më e bukur artistikisht që ke sjell. Po sigurisht se për atë tjetrën. Është e preferuara ime ajo. Kjo është më e bukur artistikisht. Kjo është arri artistikisht. Unë them ndjekim të plot dhe rikthehemi pas pak. Më vjen pak e turbullt pamjes ma mundson dhe koha do kaloj, atë do e pastroj, bëj të shdrihem dhe gjumi nuk ma zën, bëj të ngrihem pa pritur takoj atë e për shëndes i them si ajo më shtrëngon dorë buzën qesh thot nuk të lëson të flesh, bëj të shtrihem dhe gjumi nuk ma zën, bëj të ngrihem pa pritur takoj atë e për shëndes i them si ajo më shtrëngon dorë buzën qesh thot nuk të lëson të flesh. Më lër të flet. Çfarë këngë. Kjo është një këngë, një dedikim personal që është shumë intime. Që ishte si është e çuditshme. Unë kur hyn festival, por normal të hyn për të marrë trofe, se është një garë. Gjunata pse ta fshejmë. Nuk mund të hysh në një garë, kodo duhet se mush. Po mush radhë. Edhe ishte albumi. Gati dhe si thua u bë se be parditi tha, po futet në festivalet promovojmë në albumin, edhe thash, më i pak të po bëj një punë, kam hyrë me emision. Po, një rrugë dy punë. Hyrë edhe mori çmim park që unë se kisha idën, domethënë fitoj edhe unë kam ngelur i shtangur, Vërtet nuk e prisje fare. Absolutisht jo, absolutisht. Dhe në të vërtet edhe sot e kësaj dite kjo këngë, duke qenë se YouTube është bërë një matës tani dhe themi i një farforme, numëron miliona klikime, ka rritur rreth 2 milion, le të themi. Dhe mbet të vërtet hit. Kam dëgjuar në internet dhe covera që i bëjnë shumë artistë kësaj këtë material, por që bukur, vërtet bukur. Po, i kanë kënduar bukur shumë. 2017 të rikthen në Festivalin e këngës. Ekziston nga Gen Myftaraj. Mos gaboj orkestrimi? Po, kemi punuar, kjo është teksti e Timo Fokës, kompozimi im dhe Genti ka bërë orkestrimin. Dhe një këngë që e solli në 2 versione. Duhet të thënë që në festival, në skenën e festivalit, pati një kor vajzash nga liceu artistik. Ishte versioni klasike. Duke menduar që është orkestra dhe kur ke orkestrën është një plus. Pra nuk është kështu siç po e dëgjojmë. Jo, ky është versioni i cili ne e paraqitëm që si këngë, do të që me këtë këngë do marrim pjesë. Pastaj u punua versioni klasik me orkestrë që unë kam plan ta bëj shumë shpejt videoklip atë këngë. Do ta bësh videoklip? Po, patjetër. Ekziston versioni klasik. Kjo e ka një videoklip me grupin që. Po. Që isha i prezantues në festivalin e këngës. Nëse të kam pyetur herë pas here, po nuk më je përgjigjur tamam të këngë janë sa dedikime, sa të vërteta janë këto këngë. Se janë këngë shumë intime dashurie dhe ti mund ta kuptosh kur i dëgjon që janë të ndjera vërtet. Po flasim për kohën që unë i bëra tekstet, kanë qenë kohët, kanë qenë njerëzit më të dashur, kanë qenë nuk ekzistonin të prapaskenat, më të vogla sigurisht që kanë qenë. Po kanë qenë njerëz më të pastër ato. Në po di vesh kompozimet kanë qenë më naive, të bukura dhe më të sinqerta. Po. Koha në cilën jetojmë është një kohë e tillë që dhe kompozimet fillojnë marrin formën e jetës në cilën ne po bëjmë. Ama dhe në këtë kohë ti rikthehesh. Po nuk, dëgjoj, ajo është brenda me, si thua, asaj s'ke që bën. Nëse do bëj diçka që unë do fitoj lek, nuk do isha më redoni. E vërtet. Do disha nga natyra. Dhe ti sjell tani edhe një këngë të re. Për të përmbyllur gjithë të rrugtim të karrierës tënde të gjatë, që si për herë nuk mjaftojnë koha, por kënga jote e re, na fol pak për këtë këngë. Është një material që ne po punojmë për një videoklip që më mohove. Është unë jam i dashuruar gjithmonë mas instrumenteve të gjallë. Edhe grupi është grup live-i, do të thënë
është Arjan Gjitsi në gitar, Tor Duri në bateri, Është e tëra e regjistruar Eugen live. Beleri, domethënë ish grupi Tim Arb që ai s'ndajmë asnjëherë me atë që dhe Arbi në tastier. Domethënë është një material i bërë në vegla të gjalla. Dhe do ta sjellësh me një videoklip. Është një videoklip i ri që po punohet dhe brenda këtij viti them që do të dali në ekran. Redon, shumë Shpresoj ta kënaqësi shohim të sa më kishim, shpejt. patjetër suksese. Unë them e dëgjojmë ekskluzivisht këngën. Live from Tirana.